Agjerimi, vëllezër dhe motra, ligjërohet në këtë 10 ditësh, ose më saktë në 9 ditëshin e parë, sepse dita e 10 është dita e Kurban Bayramit, e cila nuk mund të agjërohet. Dhe sigurisht që duke qenë se agjerimi është prej tërësisë së punëve të mira, futet në fjalën e Profetit sallallahu alaihi wasallam në përgjithshmërinë e saj, se nuk ka ditë në të cilat punët e mira të jenë më dashur tek Allahu sesa në këtë 10 ditësh. Edhe në qoftë se do të themi se Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e ka agjëruar këtë 10 ditësh apo 9 ditësh, përsëri argument është fjala e tij sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, megjithëse ka hadith tjetër i cili tregon për atë se ai alaihi salatu wasalam i ka agjëruar 9 ditët, por ky hadith disa dietar e saksojnë dhe disa të tjerë jo. E rëndësishme është se të gjithë dietarët e mëdhëbeve, Hanafit, Malikit, Shafi'it dhe Hanbalit, kanë rënë dakord se pëlqehet agjërimi i 9 ditëve të para të Dhulhijhes. Pëlqehet agjërimi i ditëve të para të Dhulhijhes. Dhe dita e 9 e saj, që është dita Arafatit, është sunnet i fortë të agjërohet. Dhe këtë të gjithë dietarët e thonë.